Detajet të reja janë zbardhur nga tragjedia e ndodhur në ranën e Hedhun në Shëngjin, ku dy të rinj nga Kosova humbën jetën pasi u mbytën në det, ndërsa 3 të tjerët u shpëtuan. Viktimat rezultojnë të kenë qenë pjesë e stafit organizativ të festivalit ndërkombëtar të muzikës elektronike UNOM, që nis këtë të enjte në Shëngjin. Leonid Aliu, 22 vjeç, dhe Jetmir Binaku, 23 vjeç, po punonin për përgatitjen e festivalit së bashku me 3 kolegët e tyre, Dion Miftari, Arber Beçaj dhe Drilon Rustemi. Sipas burimeve, grupi kishte hyrë në det pavarësisht dallgëve të forta dhe erës së fuqishme që kishte përfshirë Bregdetin. Ndërkohë, prokuroria ka nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar nëse janë respektuar standardet e sigurisë për stafin angazhuar në festival. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se po verifikohet nëse organizatorët kanë marrë masat e nevojshme për sigurinë e punonjësve dhe nëse janë dhënë paralajmërime për rrezikun që paraqisnin kushtet e detit në momentin e ngjarjes. Në fokus të hetimeve është dhe fakti se në zonën e plazhit, e cila ishte marrë me qira për zhvillimin e festivalit, mungonin kullat e vrojtimit dhe masat të tjera sigurie të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Pas sinjalizimit të emergjencës, në vendngjarje ndërhyn policë kufitar, forcat e policisë së Lezhës, ekipet mjekësore dhe qytetarë me jetë ski, të cilët arritën të nxirrnin nga deti 5 të rinjt. 3 prej tyre mbijetuan dhe po marrin trajtim në spitalin rajonal të Lezhës, ndërsa 2 të rinjt nuk mundën të mbijetonin pasojave të mbytjes. Trupat e Leonid Aliu dhe Jetmir Binakut janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Tiranë për kryerjen e ekspertizës, ndërsa hetimet vijojnë në drejtimin e prokurorisë.